Nga vendi ka pas lajme sepse ka qenë vikendi i parë i qytetarëve të Bilicit që kanë pa njëri tjetrin. Kemi parë edhe kolegë tonë, shoferët e Klan Kosovës që jetojnë dhe veprojnë në Bilic, kanë pa për herë të parë fasadën e tyre të shtëpisë, se si duke çfarë ngjyre ka, sepse për herë të parë edhe ky blok i madh ka funksionu fakt, ka qenë ajri jashtëzakonisht i pasur me oksigjen edhe në qytetin e Fushkosovës e lërmë në Bilic, kështu që çfarë kishte ndodhur? I mirë ka qenë vikendi, i qetë ka qenë në Kosovë, por jo në vende tjera, por para se dalim në vende dhe në ngjarjet cilat kanë ndodhur gjatë 24 orëve të fundit, e kemi një lajm i cili vjen nga rajoni i Drenicës, një aksident mes dy veturave ndodhi në orët e vona në fshatin Poklek i ri të Drenasit. Sipas raportimeve nga mediat lokale në këtë qytet, 5 persona dyshohet se kanë mbetur të lënduar nga ky aksident. Në pamjet e publikuara, në vendin e ngjarjes kanë dalë edhe njësitet e policisë. Klan Kosova.tv ka kontaktuar policinë e Kosovës dhe është në pritje të një përgjigje zyrtare për rastin në fjalë. Pra, deri më tani vetëm të lënduar, fatmirësisht janë 5 persona në një aksident mes dy veturave, por si duket pamjet nuk i kemi, do t'i kemi pak më vonë. Fatmirësisht nuk është që ka pas nevojë të intervenohet më shumë se sa nga njësitet policore, gjithsesi nga një eventualisht dy ekipet e njësitit policor, por po e shohim që mbrëmjet po janë zakonisht me aksidente të shtuara, por fatmirësisht e njerë po them pa fatalitet. Po kalojmë nga Popleku në Mitrovic, kemi zhvillime edhe